International dhe nëse është konkluzioni që arrin të shkojë deri atje, si është realiteti në të vërtetë shumë më dramatik, besoj, se nuk është se e kanë provuar në lëkurën e vetë, nuk i ka lënë mendja këta të Amnesty të kurohen në Shqipëri. Erion Dashon kemi bezdisur në këtë mëngjes, çfarë do të thotë ky raport? Mirëmëngjes doktor, mirë se erdhe. Mirëmëngjes Flavio, nuk është bezdiesh, kënaqësi. Tani, besoj e dëgjove, duhet ta kesh parë edhe më herët për tek kësaj kronike. Çfarë do të thotë për e para një për imazhin ton për cilin ka punuar qeveria me thonjë për të na treguar si vend turistik? Amnesty International është një prej organizatave më prestigjioze e cila monitoron të drejtat e njeriut në të gjithë botën prej dekadash tashmë dhe është burimi më prestigjioz, ose le ta themi një ndër burimet më prestigjioz, ku bazohen të gjitha konstatimet dhe të gjitha vlerësimet e mëtejshme lidhur me respektimin e të drejtave të njeriut. Të kesh vlerësime të tilla nga Amnesty International është kamban alarmi, sepse e përmendet edhe vetë shumë mirë në kontrast me atë imazh i cili mundohet të jepet, është një imazh i cili fatkeqësisht nuk shkon në atë drejtim që të gjithë presim. Në rastin unë do të fokusohem pak tek rasti i spitalit onkologjik, cilin e përmendet edhe ju dhe kemi analizuar në studio disa herë. Mendoj se fakti që ky skandal ka gjetur rrugën tek raporti, pra raporti, nëse ju e mbani mend pat nga inserti, janë 600 faqe për 150 vende të botës. Pra çdo vendi i bie mesatarisht 3-4 faqe. Në këto kushte, në ato 4 faqe që përmbledh dhunën në familje, dhunën bazë gjinore, dhunën me bazë racore të tjerë, është gjetur hapësirë dhe për onkologjikun. Kjo tregon se sa i rënd është ky problem. Dhe pse është i rënd ky problem? Sëmundjet onkologjike, sëmundjet kanceroze, janë ndër shkaqet, janë në gjithë botën, por edhe në Shqipëri, janë bërë në një ndër 3 shkaqet kryesor të vdekjeve në Shqipëri. Pra së bashku me sëmundjet kardiovaskulare dhe traumat, sëmundjet tumorale janë gjithmonë një ndër 3 shkaqet kryesor të vdekjeve. Një sekond, Dasho, më lejo një koment të shkurtër këtu. Pra i bie që nëse në botë tumorët quhen sëmundje, në Shqipëri kishte drejt Lorenz Vangjeli kur tha që është dënim e vdekje. Po, është dënim e vdekje, sepse shiko çfarë ndodh, Flavio. Në qoftë se mbjetesa nga tumoret në gjithë Europën sot vlerësohet në 70%, do të thotë që 70% e pacientëve arrin të prekin vitin e 5 të jetës pas diagnozës me sëmundje tumorale. Në Shqipëri kjo është 40%, pra rreth gjysma. Pra kemi një situatë e cila tregon se pacienti shqiptar, si pasojë e një sistemi shëndetësor i cili është defektoz në thelb, i cili nuk synon shëndetin dhe jetën, por synon të përmirësoj shëndetin dhe jetën, por synon vetëm të jetë një pjesë e asaj propagandës dhe lushtrës qeveritare, nuk ka vend ku kjo duket më qartë dhe kjo duket më flagrante sesa në rastin e kujdesit për të sëmurët me sëmundje tumorale, sepse këto janë sëmundje shumë komplekse që nuk mund të trajtohen se për shembull, ke një sëmundje kirurgjikale të kirurgjisë abdominale. Qëllon rasti një kirurg i mirë, një kirurg i aftë, një kirurg i cili është specializuar në vende të ndryshme të botës, një kirurg i cili ka fituar eksperiencë në Shqipëri. Ky kirurg do të trajtojë një lloj si dhe kirurgu gjerman, edhe kirurgu amerikan, sepse ato teknika operatore që i ka përsosur ky kirurg i ka mësuar nga kolegët dhe nga profesorët e vet në të gjithë botën. Por sëmundjet tumorale bëjnë një diferencë të madhe në raport me sëmundjet e tjera. Është sistemike sëmundjet tumorale. Është sistem sepse një person i prekur nga sëmundje tumorale ka nevojë për bashkëpunimin